Universiteti i Gjirokastrës ka pritur për herë të parë këtë vit akademik 520 të rinj të shpërndarë në 22 programet e studimit bachelor, së bashku me aplikime në master që shifër shkon në mbi 900 bën të ditur rektori Jahucana. Kjo ka ardhur si rezultat i një pune këmbgulse të stafit akademik për të rinovuar programet. Ka ardhur si rezultat i përkushtimit të këtij stafi akademik për të krijuar lehtësira sa më të mëdha për studentët, duke bërë sa më tërheqës institucionin tonë. Pavarësisht se ne jemi një rajon ku trendi i përgjithshëm është që numri i maturantëve vjen duke ulur, në universitetin tonë këto 2 vitet e fundit trendi ka ardhur në kaun e kundërt. Krahasuar para 2 vjetësh, numri i studentëve ishte mjafti ulët, kurse tashëm ne kemi arritur në një shifër të tillë për 520 studentë vetëm në vitin e parë dhe në ciklin e parë të studimeve. Ndërkohë, po të shtojmë këtë edhe numrin e studentëve në ciklin e dytë të studimeve master, ku ne ende nuk kemi një shifër të plot, po deri tani janë mbi 450 aplikime. Pra, në total, për këtë vit të ri akademik, ne kalojmë shifrën e 900 studentëve. Pra, që është një arritje shumë e madhe për universitetin tonë, duke pasur parasysh ngërçin e madh që na ka ardhur si rezultat i shpopullimit të frikshëm të rajonit, që është kompensuar me të gjitha masat energjike që ka marrë rektorati, senati akademik dhe njësitë bazë dhe ato kryesore për të kompensuar këtë deficit të madh njerëzor të shterimit të burimeve njerëzore. Prurjet në rritje këtë vit akademik kanë siguruar edhe funksionimin e të gjitha degëve të mësuesisë. Në ciklin e parë të studimeve, ato kanë kapur kuotat minimale, ndërsa në master situata paraqitet më e mirë. Ende ngelet një plagë e madhe për sistemin universitar shqiptar, mungesa e interesit të maturantëve për degët e mësuesisë. Pavarësisht kësaj, ne aktualisht i kemi përmbushur kotat minimale me të gjitha degët e mësuesisë, pra të cilat rezultojnë aktive, madje disa prej degëve i kanë kaluar numrin e pritshëm, siç është departamenti i historiografisë, është departamenti i ciklit ullët dhe një departament tjetër. Kurse ciklet e tjera të studimeve kanë pasur mjaft kërkesa, madje disa programe u mbushën kotat dhe studentët që kërkonin nuk arritën dot të regjistroheshin. Pra që tregon se nëse do vazhdohet me këto ritme edhe me këtë punë, Universiteti i Kerem Çhabej i Gjirokastrës do të vazhdojë të mbetet një nga qendrat më të rëndësishme universitare për jugun e Shqipërisë, por edhe më gjerë. Më tepër studentë se një vit më parë kanë pritur edhe programet e dyfishta me universitetet italiane në të dyja ciklet e studimit, ndërsa për herë të parë këtë vit akademik do të nisë funksionimi i shkollës së përbashkët doktorale me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore, Edukim dhe Shkenca Humane.